Për shëndetje nga diaspora flet miqtë e dashur, shkojna me dhe në radhës Patarica e Shqiptaqit. Ta ndëgjojmë se çfarë tha dje Artan Behrami. Për përmend janë për me ditë se kush është, për ndryshë është Patarica e Shqiptaqit. Shkojna me që lutëm? Shka mu me shqetëson ma shumë të është. Paramendoni si kur kë kuvend mos të konstituot me 16 shtator kur vendimi merret në Hagë. Dhe këto lindë dhe dyshime, a ka ndonjë marrëveshje qeveria e Albin Kurti me prokurorinë e gjykatës speciale? Prit pak. Ka se e ka ecë shumë shpejt. Çfarë dyshime kite Patarica e Shqiptaqit? Apo e thirr Albin Kurti me po qeverin? Për president. Pse s'po shkoni? Kur e ki aq me vrull, kur nuk pe din çka po ndodh, çka po bëhet. Pse s'po shkoni me votue? Për çfarë arsye? Tregoj popullit. Pse po del po han lam atë? Kot oj Patarica e Shqiptaqit, të kemi thonë, që diaspora flet nuk komenton kënë vend, politikisht kam fjallë, si të dalshëm në rajt ti, na kena me të gjuhë në qafë. Jo me të gjuhë, kena me të korrigju. Kështu me specifiku pak ma mirë, kena me të korrigju. Nuk kemi me të lonë, në ty me rajt me botë qka dush ti, me thonë qka dush ti. Kur ty të dhibe na shumë kretë, e u që kësë, ty edhe për të kësë, pëse nuk kësë gjithë presidentin. Për çfarë arsye? A mos valë? Kjo? I tu t'i kësajna? Kjo është numër 1. Kjo është nishe. Friga juaj në palës është kjo. Sepse kur vjen i president, dohet me nënshkru këta për konfiskimin e pasurisë. Biron. Se pa nënshkru presidenti nuk mundet. Këtu është arsyeja juaj që ju nuk e votoni. Po do bëhet. Që shka dhënë Albin Kurti? Vonim po pështim s'ka. Shkojna miq, ti tregojna këti farë matrapaze Pataricës të Shqiptaqit. Që atit neve me nalon pa kuvend, që atit ne si deputet mos me mujt me marë asnjë. Ja, ju peleni vetën. Shkojnë e votoni presidenten, cila do qoftë, apo cila do qoftë, kuvendi bëhet, automatikisht e votë i ka, edhe për kryetar, edhe për kryeministër. Absolut. Jo, orën atë cak, Vendim, edhe ligjor, pa kufi. Gua tash ti Pataric, për kon me na interesu, për kon me bo, për kon po tutesh, që shkaj ka bu domë Kosovës kë. Ha të shkojmë pak? Duan nga antishqiptari famkesi Aleksandar Rankovici. Qëre? Dhe sot, pe i broje. dalin dhe vlasin disa që janë në ide të Rankovicit, ato i papranueshme. A peshelë miqtë të dashur, ku pidham tina, për kon për çfarë personin pidham tina? Hashim Brojen që dhe kemi Mitrovica na ka falë Rankovici. Shkojmë tutje miq. Ka diçka që duhet të jetë më madhe se cila prej partive tona dhe ajo është Republika. Qëre amoni e kohë pak, qëre këj mjekër capi, këj falësës originale sa mirë shtako. Qashtu i kanë thonë, jone, ka thonë Sokol Halili. A këti pi thomone? Këj është mjekër capi, falësi. Ti veç brinat i munguj, për së të bodit po. Se me hangër, hanë si dhija, qka të gjonë? Pasaj lomna. Shkojna mi. Diçka që duhet të jetë më madhe se secili lider dhe ajo është konstituta. Ja, ajo është Albin Kurti. Ajo është maj madhe se krejt, maj madhe se këtë është Albin Kurti. Sepse i vetëmi është që ka punu për shtetë.
E vetëmi është që ka punu që kë Albin Serbia, që kë që s'ka kurgjën në Kosovë, që kë i kthej 16-17% teritorit, i kthej aty ku kur ju patarica i keni shit. I keni shit, po kë, tap, edhe i shkurtoj, i pruni praku kënë. Dhe ka një vi që asnjë qeveri, asnjë shumit, asnjë individ nuk duhet ta kalojë. Por sonte pikërisht këtë vi e kaloi Albin Kurti. Super ka bo. Sen, asnjëherë ma mirë nuk ka bo. Se që ka kalu këtë vi sonte. Nuk po di çka është, po kur e kalon Albin Kurti një vi, unë aty flaj rahat. Me bo ju me kalu, unë do të me kap një pushë edhe me këshu kush për në henë, se sa për juve, në këshina shki deri në vështëri ku jemën. A ju se keni probleme, unë po. Shkojnë amiq? Dhe kështu po tenton që të përmbys vullnetin e popullit të Kosovës. Jo, ka dar prit, ti fol veç për popullit ton, jo të Kosovës. E Kosova ka votu 50%. Oj pataric. Oj pataric ashim thaqe. Mos falti në amën të popullit. Në amën të popullit flasëm na. Jo. Shkojnë amiq? Shpallur me 2008, por edhe vullnetin e popullit të Kosovës i shpallur me 2 korrek në vitin 1990. Ti po na kallzove vetë, ti na kallzove datat, ti di çfarë datat, çfarë data. Kush ti ka shkruar Hashim Thaqja? Hashim Broja. Një njeri që thot Darja Mitrovicës është një realitet. Apo? Patarica. Shkojnë amiq? Ka kufi. Ajo pjesë është dhuruar T'ja rikujtoj. nga antishqiptari famkesi Aleksandar Rankovići. Dhe sot, kur ndalin dhe vlasin disa që janë në ide të Rankovićit, ato i pa pranueshme. Për mua ndërkombëtarët kanë më shumë respekt. Gotash babën ton edhe temën politikisht, pa keq kuptime, politikisht. Babën ton, babën tem, babën e gjithë Kosovës. Prap politikisht është baba i politikës. Këti njeri duhet me përkull komplet Kosova. Gjysa ju ka përkull. Ata që i kanë qelë sytë dhe kanë pasë kush është Albin Kurti. Ata që janë halo flajtëm. Ata që i votojnë me ndjenja. Ata që i shikojnë Kosovën me ndjenja. Ata nuk e votojnë. Po do vje koha që do votojnë edhe ata. Respekt për ta, maksimum, po do vje koha, do shohen ata. Do zgjohen për gjumë edhe ata. E tash ti, ngo, Patarica Hashim Thaqit. Që është baba politik. Sepse e din që unë zvjellë. Nuk mund të mbrosh ti qëndrimet e shtetit e popullit tanë nëse ti e vjedh shtetin e popullit tanë. Ai nuk ta thot, mbas edhe mund të Nëse ti e vjedh shtetin ton, nëse ti e vëron shtetin ton, këto e harrove, as dashte me thonë diçka tjetër, po ka këtu të bëjë edhe tjera. Po respekt zoti kryeministër. qesh kur ti provon aty të bësh në i gjest patriotik. Mirë pa e din që s'ka gjë me ide. Lutem. Se ti e vjedh popullin tonë. Edhe e vjedh ti popull të varfër, që është dy fishkrim. Ky arsenal armësh, municioni e pajisë Që ti kryeministri për i tutë është ti. Që saj policie për i tutë është ti. Këti kryeministri, më falni miq, se me të vërtet këtë qëtë për vetës. Këti kryeministri, i tutët veç Serbia. Serbia, po. Edhe ata që jenë me Serbi, që jedoj Serbin. Ata i tutën, po. Pa shqiptarët në Kosovë, që e shohin tarën e Kosovës, ata nuk i frikëzohen. A tha Albin Kurti diçka? U tha o bë, s'ka tjetër atë, amin. Shkit e Beogradit, do shkirë Kosovë qa janë,
ata i friksohen tina, po. Sepse ata nuk ja dojnë mirë Kosovës. Shkojnë miq, ti tregojmë se kush janë policia e Kosovës, kush është kryeministri që kë Patarica Hashim Thaqet, me Kërcapi 2, po ju tut ka që pela kam pa qeveri Kosovë. Qesh është gjetur në fshatrat përreth Kalludrës së Zubipotokut, një zonë tashmë e njohur për të gjetë ne. Pikrisht aty ku gjatë javëve të fundit janë zbuluar 3 varreza masive, në të cilat janë gjetur mbetje mortore të 23 persona. Këtë rast e keni ditë edhe jo, 20 vjet, o mje kërcap, dyshe, gjithmonë. Qa keni boja për këtë punë? E ti me atë gojë si hale, e dele folë për Albin Kurtin, ofendon Albin Kurtin. Shkojmë, ndëgjo. Veriu i vendit tonë, përveç se ishte skenë e krimeve të rënda ndaj civilëve shqiptar, maltretimeve e dëbimeve, është shfrytzuar edhe për fshirjen e trupave të viktimave pas vrasjeve makabre të kryera nga forcat serbe. Zbulimi i këtyre varreza masive kanë nxjerrë në pah edhe një herë dimensionin e të krimeve të kryera gjatë luftës fundit Kosovë. Armatimi që shihni sot në 12 lokacione të ndryshme. Nuk e shef kë? Nga sot, ai do t'i nështrohet Patarica. ekzaminimit dhe analizave të detajuara, me qëllim të përcaktimit të origjinës, përdorimit dhe lidhjeve të mundshme me rastet e hetuara, përfshirë edhe ekzaminimin e së paku 23 personave, por edhe rasteve të tjera kriminale. Po tjetër. Qka kemi thonë tash e Pataric? Qka keni bu ju 20 vjet për të raste? Për të armatim që po kapet, për varresat masive. Pse si një donë në parlament, me kallë parlamentin që po thoni ju, kena me kallë Kosovën nëse dënohen ata. Për çfarë arsye? Qka kanë bu ata për këtë Mitrovic shkret? Pi thom shkret atëherë, jo tash. Tash Mitrovic zemër. A mu me kon? Me Albin Babën. Me Albin Babën tonë, temën e gjithë Kosovës. Politikisht. Baba jonë është politikisht. Mirë të dashur, Zoti rujt, ju përshëndes nga diaspora flet, nga Dangeli, mirë pafshëm.